Festivali kombëtar i orkestrave të harqeve ngriti sipari në edicionit të tij të 10 në teatrin Skampa në Elbasan. Orkestra profesioniste Elbasanet, ajo e Tiranës dhe kompani private, sollo natën e parë pjesë muzikore të luajtura me elegancë dhe pasion. Risi këtë vit ishin instrumentistët frymor si pjesë e orkestrës. Drejtori i festivalit, Blerim Narazani, thekson se qëllimi mbetet promovimi dhe mbështetja e talenteve të reja që të mos e shohin artin si një rrugë pa krye. Krijimi i këtij lloji projekti kishte vite që kishte në memorien time parasysh se e shikoja dhe ndjeja që po paksohesh numri i nxënësve në shkollat artistike. Kemi shumë raste që kanë mbaruar për violin apo muzik apo kompozitor, kanë ndryshuar profesionin. Është shumë e domosdoshme që shteti ta drejtojë vëmendjen ke këto formacione që nuk e quajë program apo emision, festival, po e quajë mision. Edhe drejtuesi i orkestrës, mjeshtri Zeqir Sulkuqi, shpreh se organizimi i këtij festivali ka rëndësi të jashtëzakonshme. Sigurisht që ky aktivitet i bukur që bën qytetin ton, krijon një lloj sensibilizimi edhe për njerëzit që duan të dëgjojnë muzikën e bukur, muzikën klasike, muzikën e dhomës. Pjesëmarrës në këtë event ishte Fatos Qerimaj, një nga kontribuesit e shuar të muzikës klasike dhe bashkëkohore shqiptare. Ajo që më pëlqen që nesër të dëgjoj që Elbasani do të ketë një orkestër simfonike. Mbi 200 artistë janë planifikuar të performojnë në skenën e teatrit Elbasanit, ndërsa nata e parë u mirëprit nga ardashës të shumtë.